Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në TikTok, ku do të flasim ditën e sotme për disa ngjarje të rëndësishme. Do ndalem fillimisht tek strukturat, në krye të strukturave të cilat do duhet të luftonin krimin e organizuar, por jo vetëm, që ndrojnë njerëz të cilët sot dalin me përgjime në dosje hetimore, por edhe në skena mafioze. Kjo është arsyeja pse Shqipëria sot nuk përjeton thjesht një krizë sigurie, por një krizë shteti, do ta quaja, kur kupola e sigurisë kombëtare është pjesë e kontingjentit kriminal dhe shteti pushon se ekzistuari si një garanci për qytetarët dhe mbetet vetëm si një fasad për interesat private dhe skemat mafioze. Kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime zotin Osman Stafa. Zoti Stafa, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, mirëditë. Zoti Stafa, e nisi me atë që unë sapo citova pak më herët. Mendoni se tashmë një shtet mund të funksionojë normalisht kur drejtuesit e institucioneve kyçe të sigurisë dalin në dosje hetimore ose përgjime me individ të lidhur këtu me krimin organizuar dhe cilat janë pasojat ndërkaq që ka kjo për gjithë besimin e qytetarëve në vendin tonë? Atëherë, për të qenë korrekt, a më dëgjoni? Po. Atëherë, për të qenë korrekt, kjo nuk është gjë që ndodhi sot. Shqiptarët, shoqëria shqiptare, klasa politike, opozita në veçanti, ka kohë që denoncon këtë lloj sistemi të kapur nga krimi apo që bashkëton me krimin organizuar. U deshën disa përgjime, të cilat për hir të vërtetës nuk janë përgjime që kanë dalë nga shërbimet tona sekrete, po janë nga shërbimet e huaja, dhe për të vërtetuar apo për të konfirmuar ato që ne kishim të paktën mbi 10 apo 12 vite të cilët ne e denonconim. Unë këtë bashkëbisedim, duke gjetë rastin, duke ju falendëruar, dua ta nis pak më herët se si ka ndodhur në Shqipëri. Kjo që ne, pra që shoqëria shqiptare sot po ballafaqohet me një realitet të tillë, të frikshëm dhe të tillë. Kjo nuk është një gjë që ka ndodhur sot. Kjo ka kohë që është projektuar. Që në ardhi në pushtet Edi Ramës. Unë nuk mund të them që ishte Edi Rama personazhi kryesor i cili e bëri një ndryshim të tillë, por unë ju konfirmoj që Rama u vendos në shërbim të qarqeve anti-shqiptare. Duket pak e rëndë si shprehje, por i qëndroi versionit dhe mendimit tim për një arsye. Mjafton të shikojmë qëndrimin e kryeministit të Shqipërisë, zotit Rama, në koherencën e tij si kryeminist i shqiptarëve nga viti 2013 deri në ditët e sotme. Ka marrë iniciativa rajonale, të cilat nuk i kanë shërbyer as faktorët të brendshëm kombëtar, pra shqiptar, po as faktorët kombëtar ku Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe një pjesë e Malizit duam ne, pra jemi vetëm shtet që kemi kufi shtetet pra shqiptare. Dhe pse unë e ngacmoj një gjë të tillë, sepse kjo që po ndodh nuk filloi para 24 orësh dhe plasi bomba sot. Kjo ka vite që projektohet, sepse s'duam ne. Demokracia në Shqipëri nuk ka 200 vjet pra shoqëria shqiptare nuk ka 200 vjet shoqëri demokratike. Institucionet shqiptare janë të brishta. Skenari që unë doq, duke larguar elitën intelektuale nga Shqipëria dhe duke e zëvendësuar këtë lloj elite me militant, vjen një moment, një fjalë dhe ja ku jemi. Sot pothuajse i tërë sistemi, pra ne kemi biseduar dhe herë të tjera bashkë, ajo që mund shqetëson dhe shumë miqtë e mi jam i bindur dhe juve si gazetar është sepse i tërë sistemi në Shqipëri pothuajse është i kapur dhe bashkëtesa e pushtetit, shtetit dhe krimit është e njësuar në një. Qëllimi vetëm i tyre është pasurimi dhe grabitje pasurive të shqiptarëve. Në fakt, zoti Stafa, kur kufiri mes shtetit dhe krimit bëhet disi i paqartë, kush humbet në këtë rast? Pra, është vetë qeveria, janë institucionet, apo jemi ne qytetarët e thjeshtë? Atëherë do dalim pak më te se kush humbet. Humbje nuk është diçka mi fjalë si të mund ty në portofolin tim unë kisha 200.000 lekë të reja dhe dikush mi përlau nga xhepi. Është diçka shumë e madhe. Po humbasin ne si individ, pra një shoqëri e tërë, por po humbasin dhe brezat e arsim dhe kjo është më frikshme se sa kjo që po humbasin ne sot. Ndaj dhe unë shpeshherë jam treguar shumë i ashpër në qëndrimet e mia ndaj pushtetit, sepse unë di çfarë po humbet shoqëria shqiptare. Shoqëria shqiptare po humbet atë që nesër, nëse sot është një frikë, nesër do kthehet në një dhimbje. Dhe dhimbja është më e fortë sa frika. Dhe mos reagimi në kohë i shoqërisë shqiptare ka bërë një fjalë që në institucione sot kemi njerëz të papërgjegjshëm, të kryen veprime
Pra, unë ju kërkoj ndjes, ndoshta jeni njohur edhe me denoncimet e fundit që kanë bërë për sa i përket ngjarjeve të fundit në Durrës. Unë e quaj një çmenduri. Pra vetëm njerëz të çmendur, me djalin me kujdes. I drejtohem drejt për drejt kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, kabinetit të tij dhe bashkëpunëtorët e tij lokal dhe qendrar. Vetëm njerëz të çmendur mund të bëjnë një masakër të tillë qytetarëve kjo lloj masakër është me vedije të plotë. Pra, për t'i mërsitur, për t'i grapitur, për t'i vjedhur, për t'i lodhur, për t'i gjunjëzuar, për t'i përdorur, dhe në fund fare për t'i blerë siç e bleu me 11 maj. Qartë. Zotëstava, nga ana tjetër, mendoni se Shqipëria tashmë po përballet më shumë me një krizë rendi apo me një krizë shteti? Pra ku e shihni kufirin ndarjes mes të dyjave këtyre? Atëherë, në një situatë të tillë kur krimi dhe shteti pothuajse bashkëjetojnë, kriza nuk është që prek vetëm rendin. Kriza prek gjithçka. Dhe reagimi i elementeve është pothuajse në çdo sektor të shoqërisë. Ne mjaftot marrim shëndetësinë. Është për të ardhur keq se si e kemi shëndetësinë. Mjaftot marrim ekonominë. Është për të ardhur turp se në çfarë situate e kemi ekonominë. Kur resurset nënujore, apo nëntoksore, apo mbi toksore të Republikës së Shqipërisë janë të jashtëzakonshme. Ne kemi pasuri nëntoksore dhe mbi toksore, jo për një popullsi për 2 milionësh, apo 1.8 sa kemi ngelur, apo 1.4 sa mund të jetë në realitet. Ne kemi pasuri të jashtëzakonshme. Por mënyrën se si e menaxhon pushteti, dalim pastaj tek sektorët e tjerë, dalim tek sektorët e rendit. Pa aty ku nuk ka rend dhe siguri kuptohet me fjalë që shoqëria gjithmonë është në një trusnim të jashtëzakonshme. Këto janë skenare, nuk janë skenare që janë ndërtuar nga Rama sepse e nisëm që në fillim. Një skenar i nisur prej si them nga qarqe. Në qoftë se më men, në një bisedë para disa ditëve ne bashkë kemi biseduar dhe unë kam thënë një diçka që ndoshta disa miqve të mi nuk i pëlqeu. Dhe më thanë mos ishte akuzerant. Pra në Shqipëri sot kontrollohet nga krimi organizuar, kombëtar dhe ndërkombëtar. Unë i qëndroj përsëri këtij versioni. Shqipëria, miqtë e mi, qytetarë të nderuar, Shqipëria sot është peng e krimit kombëtar dhe ndërkombëtar. Në qoftë se para 20 vjetësh Shqipëria ishte një prodhues, pa e mohuar dhe në kohën e Partisë Demokratike, që prodhoi kanabësi. Por sot Shqipëria pas viteve 2015-2016, Shqipëria u kthy në një hambar e prodhimit të kanabisit. Por kjo solli prodhimin e krimit. Dhe krimi nuk ishte më vetëm tek brezjeri apo vetëm tek kontingjenti kriminal i cili merrej me kultivimin e kësaj bime. Por aty u kriminalizua dhe shoqëria. Por aty ka një efekt të jashtëzakonshëm sepse duke lënë arat të pambjella, pra bujqësia devijoi drejtimin. Pra, këtu është një krim i jashtëzakonshëm që u ka bëu ekonomisë shqiptare. Është një krim që nuk lindi në mënyrë spontane nga dy individ. Jo, kjo është çështje sistemi. Pra sot Shqipërinë e kontrollon ky sistem. Në fakt zotëstava pikërisht ku krimi organizuar ka peshën kryesore. Dalim tek ajo që unë thash me fjalë që pse unë ngrita një akuzë ku krimi i organizuar ndërkombëtar e ka kryer Shqipërinë në një kanal të jashtëzakonshëm të trafikimit të drogave të forta. Dhe ky është fakt. Mjaftot marrin informacionet e agjencive të huaja, të cilat koordinojnë dhe me prokurorinë shqiptare dhe me SPAK-un. Ne e di mirë me fjalë që rruga tranzit e Shqipërisë sot është kthyer dhe nuk cënohet askush, pra është aq i sigurt kalimi, saqë si në vendet në Kolumbi apo në Venezuelë. Dhe ky është një fakt. Dhe faktet nuk ka nevojë me fjalë që unë të prezantoj shifra, sepse policia shqiptare dhe agjencitë shqiptare nuk kanë shifra, sepse nuk kanë goditur. Ndërsa agjencitë italiane, holandeze apo të tjerë kanë informuar dhe raportuar, por gjatë rrugës, gjatë kalimit tranzit, asnjë nga këto ngarkesa nuk cënohet. Dhe kjo vërteton në fjalë atë që ne themi, që Shqipëria sot është kthyer në një pronë e krimit ndërkombëtar për kalimin e drogave të forta. Zotëstava, pikërisht te grupet kriminale do duhet ndalesha. Cili është mesazhi që u shkon grupeve kriminale kur krimet e rënda nuk zbardhen dhe nuk kemi asnjë përgjegjësi nga institucionet politike? Atëherë, në ka patur një shtrat më të sigurt sa ka gjetur krimi organizuar, sot në Shqipëri nuk ka ku të shkojë. Mjaftot marrim rastet e fundit të ngjarjeve, apo të skandaleve, apo të incizimeve, apo të vetëpërgjimeve, ne aty kuptojmë fjalën dirë ku ka arritur qeveria shqiptare. Në moment që qeveria shqiptare i dorëzon çdo informacion sekret, ne do të kemi parasysh diçka. Ne jemi vend antar i NATO-s, po duke qenë vend antar i NATO-s, dhe ne t'i besojmë pra sekretet më të rëndësishme të sigurisë së shtetit, individët të cilët janë dhe me rekorde kriminale,
kjo tregon një fjalë, kjo nuk ka nevojë që unë të them, as të ulur as. Kjo është një mesazh i jashtëzakonshëm për shoqërinë shqiptare, jo për opozitën. Unë flas për shoqërinë, sepse pasojat nuk duhet të ketë vetëm opozita, nuk duhet të ketë Osmani, nuk duhet të ketë ato që votojnë djathtas, apo ato që mendojnë ndryshe nga qeveria. Pasojat do të ketë gjithë klasa, gjithë shoqëria shqiptare. Dhe këto janë pasojat ku një grup i caktuar njerëzish këtë sistem, pra pushtetin, e kanë kthyer në bashkëortakri me krimin e organizuar. Kjo është një fatkeqësi kombëtare. Zoti Stava, ju sot drejtësinë si e shihni në Shqipëri dhe në një situatë ku strukturat e sigurisë akuzohen për korrupsion dhe kërmomentim, sa i besueshëm është i gjithë procesi i hetimit nga brenda sistemit aktual, flas? Atëherë ne do të kemi parasysh diçka. Duam s'duam ne. Korrupsioni është një proces i pashmangshëm. Kompromitimi i individëve të caktuar është një proces i pashmangshëm. Rishpeti është një proces i pashmangshëm, ekziston kudo. Shqetësimi im nuk është problemi sepse kemi korrupsion, kemi rrushvet apo kemi edhe mitmarrje. Shqetësimi im si qytetar dhe kryetari i Partisë Demokratike Djegë Durrës është sepse sot pra krimi organizuar, korrupsioni është kryer në sistem. Pra çdo nënpunës apo punojës i shtetit sot nuk ka interes të shërbejë qytetarit, po ka një qëllim të mirëfillt, ai ngrihet mëngjes nga shtëpia, shkon në punë dhe çfarë do të përfitojë, po jo dhe jo çfarë të shërbejë. Kjo është ajo që më shqetëson mua. Sepse duke e mbushur administratën me militantë dhe jo profesionistë, normalisht ne këllë lloj produkti do të kemi në shërbim. Dhe kjo është problemi. Unë do të them diçka shumë të thjeshtë juve. Pra para rreth 10 ditësh në Durrës pati përmbytje të jashtëzakonshme. Normale fatkeqësitë natyrore janë gjëra me fjalë që shoqëria njerëzore ka shekuj që ballafaqohet me ta. Por ajo që ndodhi në Durrës nuk është një fatkeqësi natyrore. Unë nuk duhet të referohem atyre që thanë sinoptikët, pra që milimetra shi në Durrës kanë ardhur rreth 44. Por unë referohem asaj çfarë ka ndodhur me qytetin tim. Çfarë ka ndodhur me fjalë se si u transformuan ato pra ato ujmbledhësit, ato u larguan, ju dhanë private, u spostuan, unë e kam denoncuar para 2 vjetësh këtë që po ndodh. Dhe unë e kam denoncuar sepse ai që u ndërtua në Porto Romano, hidrovori, nuk ka lidhje fare me qytetin, është jashtë funksioni, aty thjesht janë harxuar 19 milion euro për llogaritën një kompanie. Unë nuk duhet merrem fare me kompaninë, sepse shpesh herë ne kemi një problem shumë të madh, qoftë ne si politikanë, qoftë analistët apo gazetarët dhe qytetarët. Ne akuzojmë privatin. Ka një parim në kapitalizëm. Privati ka një qëllim, të përfitojë apo të fitojë sa më shumë në biznesin e tij. Por kush është, pra shteti është administratori i pasurive shtetërore dhe administratori i pasurive publike. Është pikërisht nëse shteti bëhet ortak me privatin, përgjegjësia është në nënpunësit të shtetit. Pra është pikërisht shtetari, ai që ka marrë përgjegjësi nëpërmjet vullnetit të qytetarëve për të administruar pushtetin, ajo është pjesë e përgjegjësisë. Unë nuk e kam problem të përmend emrat e oligarkëve, është gjë më e thjeshtë. Sepse edhe ato janë pjesë e kësaj që po i ndodh shoqërisë shqiptare, ato janë pjesë e kësaj që po i ndodh pasurive të kombit tim. Por ka një të vërtetë. Është nëse një nënpunë shteti apo një shtetar nuk do ta pranonte një gjë të tillë, në mënyrë kategorike nuk mund të vepronte ai biznesi, as Kastrati, as Zamirmane, as Bashkimi Ure, as kërkush. Dhe kjo është realiteti. Pra shteti është, sepse ne dimë mirë se çfarë ndodhi gjatë pandemisë. Unë e di mirë që ti do thosh Osman mos na u largoaj shumë. Unë nuk largova më shumë. Por edhe pandemia është pjesë e zënxhirit kriminal çfarë i ka ndodhur shoqërisë shqiptare. Është pjesë e zënxhirit kriminal. Ajo që sot hetimi po kryhet me Ilir Bekën, është 1/100 e asaj që në realitet ka ndodhur. Është një krim i organizuar që ka funksionuar në mënyrë të shkëlqyer. Qoftë përsa i përket skemës brenda faktorit të brendshëm pra në Shqipëri, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Sepse ne kemi një kryeministër që kur shkon në takime me faktorin ndërkombëtar e trajton sikur Shqipëria në fakt jetë epiqendra e botës. Ne dim kush është pesha specifike e shqiptarëve. Ndërsa sot që Tullumbaci i ka plasur në dorë, ne shohim sot që i cili aktron, që është turp, sepse ai është kryeministri i shqiptarëve. Ati i takon përgjegjësia të dali për çdo punë publike të shqiptarëve.
ka punë pra një shtetar, ka detyra dhe përgjegjësi që ju bën prezent dhe shoqërisë dhe bashkëpunëtorëve, po ka dhe punë që janë shumë sekrete shtetërore. Kurse këtu në Shqipëri, ne kemi një kryeminist dhe më kujtohet ajo foto e famshme e kryeministrit. Ajo me të gjeta përpara. Kryeministri jonë sot është i zhveshur lakuriq. Po e tillë është dhe sistemi ynë lakuriq. Dhe fatkesia është sepse shqiptarët duhet gjejnë kurajën të reagojnë. Dhe kur vjen momenti tek reagimi, unë t'jem një keqardhje, por jam i detyruar ta shpreh. Sepse nëse ne nuk e shprehim gjithë nga pak të shqetësim që po ndjen shoqëria shqiptare. Unë nuk shkoj në protest apo nuk reagoj se do di Partia Demokratike në pushtet. Nuk shkoj në protest apo reagoj sepse duhet bëhet Sali Berisha kryeministër. Nuk më intereson fare kjo. Mu më intereson të ndryshoj sistemi. Pra ky sistem politik i kapur duhet të largohet nga kthetrat e krimit të organizuar. Unë e mbështes drejtësinë, e mbështes jashtëzakonisht drejtësinë. Nuk them që aty s'ka individ të cilët janë pjesë e krimit të organizuar apo kanë rënë pjesë e presionit të pushtetit politik, sepse ne di mirë që pushteti politik ka një efekt jashtëzakonshëm. Ne di mirë që kur miratuar reforma drejtësi, ish ambasadori amerikane i mori gjithë përveshi përfaqësuesit e politikës, pra deputetët, dhe me pranga kanë shkuar e kanë votuar reformën. Unë atko kam guxuar dhe kam dalë kundra. Kjo nuk është demokracia që meriton shqiptarët. Dhe për fatin e keq, ato që unë e parashikova në 2015-2016, ja ku po na ndodhin. Por megjithatë, unë po them, edhe në trupën e policisë kanë djem dhe vajza të mrekullueshme, të cilët kërkojnë dhe ju jap mbështetje maksimale. Dhe në drejtësi ka djem të mrekullueshëm. Unë mbështet drejtësinë maksimalisht në luftë kundër krimit të organizuar dhe çdo elementi apo segmenti politik. Por ka një të vërtet, duam ne, faktori politik në Shqipëri ka një impakt dhe ndikim të jashtëzakonshëm, qoftë në strukturët e policisë shtetit, qoftë në drejtësi dhe në çdo segment. Sepse mënyra se si e ka organizuar skemën e funksionimit të shtetit dhe të pushtetit, sekti, unë e quaj sekt. Në parantezë do të them diçka shumë të thjeshtë. Vjen në një bisedë me një mikun tim, ishin disa miq, vjen një kryetar i Partisë Socialiste të një njësie vendore në Durrës. Nuk kuptohet me fjalë që ne shqiptarët jemi detyruar ta kalojmë gjithmonë bisedën tek politika, sepse politika e menaxhon jetën tonë. Kjo është një fatkeqësi jona për hir të vërtetës. Pra politika menaxhon jetën tonë. Kjo është fatkeqësi. Do ishte mirë me fjalë që vullnetët tona, mënyrët se si ne do të operonim, duhet ta kontrollonim ne politikën, t'ja impononim. Edhe unë i bëj një pyetje shumë të thjeshtë. I thash, a mundesh do të më thuash kush janë ministrat, pra kush është kabineti sot qeveritar i zotit Rama, edhe mi thuaj ministrat gjithë me radhë. Kryetari i Partisë Socialiste, jo tani, nuk i di ato. Sepse janë njerëz pa një të shkuar. Ne shpeshherë kemi pas ngacmuar dikur, qoftë Gramoz Ruçin, qoftë Spartak Poçin, po ka një të vërtet. Ato janë pjesë historike e Partisë Socialiste. Opozita dhe pozita janë pasuri kombëtare. Dhe ato njerëz kanë qenë pjesë historike e asaj partie. Mund kemi patur ndasi të jashtëzakonshme me fjalë politike, por kanë qenë njerëz dinjetoz. Dinjetoz përballë shtetit, përballë qytetarit, përballë shërbimit, edhe kanë patur një përgjegjësi politike. Ose sot unë ndjej keqardhje. Sot edhe në parlament është për të ardhur turp dhe nga opozita. Ka njerëz të cilët nuk kanë lidhje fare as me politikën, as me shërbimin ndaj qytetarit, edhe për sa i përket formimit intelektual apo si të them, formimit dhe qytetar, se ne nëse jemi qytetar, ne s'mund të jemi intelektual. Patjetër. Do shkojnë paralelisht me njëra tjetrën. Më duket se u zgjata dhe të Zoti Stafa, jo, për shkak të kohës, do ju bëj edhe një pyetje të fundit. Gjykata kushtetuese ndërkaq ka marrë vendimin lidhur me kërkesën e kreut të Partisë Demokratike zotit Sali Berisha mbi masën e arrestit shtëpiak dhe sipas informacioneve gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtë Berishës se kozgjatja e mbajtjes nën arrest shtëpiak ishte i të zgjatur. Më jepni një koment, ju lutem, të fundit, si e lexoni vendimin e kësaj gjykate kushtetuese dhe si e konsideroni këtë masë të sigurisë? Atëherë do ta jap drejt për drejt komentin. Ajo që ne folëm nga fillimi, pra nga 2013 deri më sot, ku kryeministri Rama ka kapur dhe ushton presion ndaj çdo pushteti, legjislativ dhe parlamentar, dhe ndaj ekzekutivit. Kjo e vërtetoi më fare mirë dje,
sepse unë të bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Më fal. Mos u deshin kaq shumë muaj për të vërtetuar një gjë të tillë, sepse duam në gjykata kushtetuese ka pasur të drejtën morale dhe politike dhe ligjore që këtë trajtim të kësaj çështje ta realizonte para shumë kohësh. Pse u bë pikërisht tani zoti Stefan? U bë pikërisht sepse u kry misioni. Zgjedhjet 2025-s duheshin me çdo kusht një fjalë që të dy krerët e opozitës duhet ishin në arrest shtëpie. Kjo është realiteti. Pra, unë do të them diçka. Në një bisedë që kam patur me një mikun tim politikan gjerman. Diskutuam shumë për sa i përket çfarë po ndodh me opozitën në Shqipëri. Kur unë qetësi trajtova se çfarë ka ndodhur nga 2013 deri më sot, në moment që unë kam trajtuar dy momente, dorëzimi i mandateve 1 dhe bojkotimi i zgjedhjeve vendore 2, më ka thënë, i dashur miku im, një opozitë e tillë do të duhet të paktën 25 vite për të rimarrë vetën. Qartë. Ky është një fakt, sepse është godit palca e demokracisë, është godit palca e sistemit, po është godit opozitarizmi në mënyrën më shkatërruese. Dhe shpeshherë miqtë mi më thonë, Osman, ti historikisht ke qenë një zë kritik, sepse unë kam i tillë jam, pra unë jam zë që kam dëshirë me fjalë, unë dua drejtësinë. Unë kam gjë shumë të thjeshtë, shumë të drejtë për drejta. Unë dua vendin tim më shumë sa Berisha. Ani se jam kryetari i Partisë Demokratike. Pra Shqipëria është shumë e shtrenjtë sa Sali Berisha, Shqipëria është shumë e shtrenjtë sa Osman Stafa, sepse Shqipëria ka qenë, është dhe do të jetë. Dhe unë jam shumë koshient, por tani të vërtet. Skenaret që kanë ndërtuar opozitarizmin ndër Shqipërinë nga 2013 deri më sot, mos kishte ndryshuar kahu politik në Amerikë, unë po ju them që në Shqipëria do ishte kthyer një republik model klasik i Rusisë apo i Bielorusisë. Dhe kjo është një fatkeqësi. Ky dëm nuk ka bërë vetëm Sali Berishës, Osman Stafas apo demokrate. Ky dëm ju ka bërë shoqërisë shqiptare. Sepse sa më fuqishme të jetë Shqipëria, aq më të fuqishme janë trojet shqiptare. Klasës politike i bën një thirrje të drejtë për drejtë. Duhet të lëvizim me një shpejtësi të jashtëzakonshme me ngjarje gjeopolitike që po vinë. Unë e kam thonë edhe para disa kohësh, edhe para një viti edhe para 2 vitesh. Ky trend po ka një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe nuk ka kohë të presi asnjë në stacion. Mikë ime, fiksoj mirë këto fjalë. Ky trend i gjeopolitikës po lëviz në mënyrë të jashtëzakonshme edhe nuk ka kohë të presi askërkën. Klasa politike shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni, duhet të jetë përgatitur sa më shpejt për t'i paraprirë ndryshimeve të jashtëzakonshme. Por unë shoh një fjalë që klasa politike sot është peng i shërbimeve të huaja. Dhe po e ripërsëris. Gje një keqardhje të jashtëzakonshme. Do lëvizje politike e bërë në Shqipëri, sidomos 13 vitet e fundit, është në funksion apo në shërbimeve anti-shqiptare. Me të drejtë si gazetare, si qytetare mund të më thuash, mos po akuzon, mos është akuz pak e rëndë, unë po ju them, po, unë si qytetar dhe si kryetari i Partisë Demokratike Durrës e ngrej zërin tim për një arsye. Ne duhet jemi një shoqëri prodhuese. Më thuaj çfarë prodhohet në Shqipëri. Ne kemi kthyer shoqërinë një shoqëri thjesht konsumatore, vetëm nga remilitancat dhe parat e drogës që vinë nga Londra. Ky është një krim që i bëhet shoqërisë shqiptare. Ndaj dhe unë kam të drejtën morale dhe politike të akuzoj cilin do. Unë po ju them, nduket se kemi diskutuar edhe në një moment tjetër. Ne po pra Shqipëria, ne dim kush janë mundësitë potenciale të Shqipërisë. Bujqësia dhe turizmi, mineralet. A mund të më thuash pak? Ku po shkëlqejmë? Mos po shkëlqejmë tek bujqësia, tek domatet? Mos po shkëlqejmë tek turizmi? Ku turizmin, sepse ne më dëgjoj se çfarë krimi kemi bërë turizmit. Ju brezëri shkoni faktikisht në jug dhe thoni fjalë ua sa bukur. Por kush është keqardhja ime? Pse ka dështuar turizmi? Është një skenar për të vrarë turizmin në funksion të interesave të turizmit rajonal. Duke parë gjithë situatën në Shqipëri, zoti Stafa, e fundit për ta mbyllur, sa larg kemi ne larg Bashkimit Evropian? Bashkimi Evropian për gjithë vërtetës po kalon momente jashtëzakonisht vështira. Unë kam të paktën një 10 vjet që e paralajmëroj se çfarë do të ndodhë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian ka një problem të jashtëzakonshëm. E para, kur nuk ka qenë pra e strukturuar politikisht, pra si një strukturë politike, dhe kur nuk ka qenë e fuqishme ushtarakisht. Në geopolitikën
edhe në diskursin apo në kursin që ndryshoi në Amerikë, Bashkimi Evropian për hir të vërtetës është në një tronditë të jashtëzakonshme. Ne duhet flasim për tregun shqiptar, për trojën shqiptare, sepse geopolitika do lëviz aq shpejt sa që Bashkimi Evropian s'do të ketë kohë ti parapri. Dhe Bashkimi Evropian në mbi kokën e Bashkimit Evropian sot janë disa pikpyetje të ekzistencës si strukturë politike dhe ushtarake. Ose do të bëjë një rikonfigurim për të mbjetuar këtij tregu apo këtij ndryshimi të kursit. Sepse kam kur bë takimi midis Trumpit dhe Putinit. Unë kam bërë një koment dhe kam thënë, në takim nuk është diskutuar për Ukrainën. Ukraina është çështje e mbyllur. Aty është diskutuar për geopolitikën për këto 50 apo 100 vitet e ardhshme. Dhe klasa jonë politike duhet i parapri se çfarë ndodh. Se shërbimet inteligjente për këtë punë janë për t'i ofruar klasës politike ndryshimet e mëdha apo ndryshimet e prishme në arenën ndërkombëtare, qoftë në tregun ekonomik, qoftë në politik apo në geopolitik. Sepse për të funksionuar dhe për të shkëlqyer një ekip shtetarësh, duhet të funksionojë e tërë makineria e shtetit. E qartë. Mirë, Zotistava, kemi arritur në fund për shkak të kohës, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve, ju përshëndes në fund të mbar. Faleminderit. Mirë, të nderuar televizionistët, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, do të bëjmë një pushim të shkurtër e pas rikthehemi në pjesën e dytë për të folur mbi tëra tema.